cakton një organ më i lartë se sa unë që mund të flas në këtë studio. Ne kem shpreh vullnetin tonë për një qeverisje me opozitën, ose kem preferu një qeverisje të tillë. Mirë po, kjo do të determinohet sigurisht edhe prej rezultatit të zgjedhjeve që mbahen me 28 dhjetor. Prandaj mendoj që është herët për të folur për koalicione. Ne para atë që është dashur t'i konstituojmë, kanë qenë koalicionet parazgjedhore të cilat sapo folëm, para ato që vinë pas, sigurisht që do të ulet kryesia, pastaj edhe këshilli i përgjithshëm për të diskutuar dhe për të vendosur me kë do të qeverisim, por e jona është fokusi në ngritjen e partisë, në rritjen e partisë, për dalë më mirë dhe për të synuar pastaj pjesë e qeverisjes së ardhshme pas zgjedhjeve. Zonja Johon, pyetja e njëjtë për juve? Shiko, e para... Si mendim, po e shuaj kështu, se jemi herët, po gjithsesi shikuesi edhe votuesi edhe i Lidhjes Demokratike të Kosovës, çfarë thot zonja Johon ose zoti Visar për këtë shembull? Koalicionet para së gjithash bëhen atëherë kur ka qasje përafërsisht të ngjashme ndaj zgjidhjes së problemeve. Do me thënë, aspekti ideologjik, programor, edhe duhet me pa partitë cilat kanë synimet më të përafërta, dhe tjetri aspekt është se ne ekziston partneriteti që ndërtohet për gjatë viteve dhe qeverisja e viteve të kaluara. Qeverisja e viteve të kaluara ka qenë diçka që është kritikuar nga ne, që ne i dëshirojmë t'i mbajmë, si me thamë, përgjegjës për shumë çka që është humbur gjatë këtyre viteve të kaluara, edhe normalisht që secili në fund e merr edhe një faturë për shkak edhe të diskursit që ka mbajtur, edhe të veprimeve që kanë mbajtur si parti politike. Ne do t'i zgjedhim ata që kanë diskurs më miqësor edhe më të përafërt edhe për gjatë kësaj kampanje. Ju kujtohet që LDK-ja ka kritikuar vetëvendosjen shumë për diskursin që e ka mbajt edhe gjatë kampanjes së shkurtit, duke linçuar, duke fyer, bullizuar edhe politikan të skenës. Prandaj duhet ne nuk harrojmë, njerëzit, elektorati, votuesit tonë nuk harrojnë, na marrin përgjegjës edhe ne për sjelljet tona dhe duhet me u vu disa kritere për matje të diskursit edhe sjelljes publike të secilit politikan. Dhe mendoj është kalkulimi gjitha këtyre aspekteve kush do të jetë partneri jonë. Nëse mundem të pak të flas mbi ato se çfarë është e rëndësishme, sepse tani për tani ne duhet mendojmë se si ti realizojmë institucionet, pra ti funksionalizojmë institucionet e vendit me njëherë pas zgjedhjeve, që mos kemi situata sikur kjo e cila na ka ndodhur tani që të jemi pa kuvende, pa qeveri. Pra çka është e rëndësishme është konstituimi i kuvendit në fat rekord pas zgjedhjeve. Dhe për atë do të zotohet Lidhja Demokratike e Kosovës që të bëj përpjekjet maksimale për të vendosur këtë në rendin e parë. Pastaj duhet të kujdesemi për qeverinë, pra të kemi qeveri, mos shkoj vendi në një periudha të gjata pa qeveri. Dhe tjetra që është e rëndësishme gjithashtu është pozicioni i presidentit ose presidentës vendit, që duhet të jetë patjetër pjesë e negocimeve me palët tjera që do të mblidhen për të formuar institucionet e vendit. Pra nuk mund të kemi marrëveshje politike nëse nuk është edhe pakoja e presidentit pjesë e diskutimeve.